Horoskopi ditor, 17 shkurt 2026, dashi, kjo periudhë sjell për ty një moment zgjimi dhe riorientimi, sikur universi të ndaloj për pak dhe të tregoj hartën e vërtet të rrugës që po ndjek. Nëse kohët e fundit je larguar pak nga një ëndër apo objektiv afatgjat, energjitë e sotme të ndihmojnë ta kuptosh qartë ku duhet të bësh korrigjime dhe përmirësime. Nuk është një kthim pas, është një rregullim i mençur që të çon më afër suksesit. Një eklips diellor aktivizon fuqishëm zonën e mejsive, bashkëpunimeve dhe lidhjeve shoqërore. Kjo do të thotë se njerëzit që hyjnë tani në jetën tënde, ose ata që janë tashmë pranë teje, mund të luajnë një rol shumë më të rëndësishëm se sa mendon. Mund të ndjesh ndryshime të vogla në një mejsi, ndoshta një bisedë e sinqertë, një mirëkuptim i ri, por këto ndryshime forcojnë lidhjen dhe krijojnë besim më të thellë. Kjo është një fazë ku universi të shtyn të dalësh nga izolimi dhe të lidhesh me botën, të krijosh kontakte të reja, të bashkohesh me një grup apo projekt, të ndash ide dhe vizione me njerëz që kanë të njëjtin qëllim. Ky është fillimi i një kapitulli të ri. Ndryshimet që nisin tani mund të duken të vogla, por ato vendosin themelet për transformime personale të thella. Rruga jote po pastrohet gradualisht dhe çdo takim, çdo bisedë mund të jetë një hap drejt versionit të ri të vetes që po lind. Demi, eklipsi diellor i sotëm shënon fillimin e një periudhe të rëndësishme ndryshimi për ty, veçanërisht në drejtimin e jetës dhe karrierës. Ky është i pari nga një seri eklipsesh që gjatë 2 viteve të ardhshme do të ndikojnë mënyrën se si e sheh të ardhmen tënde dhe rolin që dëshiron të kesh në shoqëri. Tema kryesore do të jetë balanca mes jetës personale dhe ambicieve profesionale. Mund të ndjesh nevojën për të ripërcaktuar identitetin tënd publik, mënyrën si paraqitesh para të tjerëve dhe imazhin që transmeton në punë apo në komunitet. Në fillim, kjo energji mund të sjellë ndjesi pasigurie ose bllokimi, sikur nuk je plotësisht i sigurt për hapin e radhës. Megjithatë, kjo është pjesë e procesit të riorganizimit. Gradualisht do të shfaqet një ndjenjë rinovimi dhe motivimi të ri për qëllimet profesionale. Binjakët, ky eklips diellor po hap një derë të re për ty, është një moment që të shtyn të dalësh nga rutina e zakonshme dhe të shohësh jetën më gjerë se më parë. Brenda teje lind një dëshirë më e fortë për të mësuar, për të eksploruar dhe për të provuar gjëra që deri tani ndoshta i ke shtyrë. Gjithashtu, kjo është një kohë shumë e mirë për të ndarë idetë tua. Mund të lindin mundësi për të promovuar punën tënde, për të publikuar diçka ose për të bërë më i dukshëm përmes komunikimit. Njerëz të rëndësishëm mund të hyjnë në jetën tënde pikërisht përmes këtyre përvojave, edhe çështjet që lidhen me lëvizjen, udhëtimin apo transportin mund të marrin drejtim të ri, sikur rrugët të hapen gradualisht për ty. Miqt mund të luajnë rol të rëndësishëm në këtë proces, duke të shtyrë të provosh perspektiva të reja. Megjithatë, dita e eklipsit mund të lodhë emocionalisht. Është normale të ndihesh pak i shpërndar ose pa energji. Mos nxito vendime të mëdha tani, energjia do të rikthehet gradualisht dhe do të ndihesh më i qartë. Nga nesër fillon një fazë më ambicioze për karrierën, por ky eklips është themeli. Gjatë 2 viteve të ardhshme do të ndryshojë mënyra si mëson, komunikon, udhëton dhe si lidhet me botën përreth. Çdo hap i vogël tani është fillimi i një horizonti më të madh. Gaforja, sot energjia është pak më e thellë për ty para se dielli të hyjë në një fazë më të lehtë dhe shpirtërore nesër. Ky eklips diellor prek një zonë shumë personale të jetës tënde. Besimin, intimitetin dhe gjithçka që ndan me të tjerët, sidomos në aspektin emocional dhe financiar. Mund të kuptosh se disa zakone apo situata nuk të bëjnë më mirë. Gjërat që më parë i toleroje tani bëhen shumë të dukshme. Brenda teje lind dëshira për të hequr peshat e tepërta, qoftë borxhe materiale, qoftë ngarkesa emocionale që i ke mbajtur për një kohë të gjatë. Ky nuk është një moment për të kontrolluar gjithçka nga jashtë, por për të punuar me veten nga brenda. Mund të vendosësh të mbyllësh kapituj të vjetër, të rregullosh çështje financiare ose të përmirësosh një marrëdhënie intime duke vendosur kufi më të shëndetshëm. Energjia gjatë eklipsit mund të jetë më e ulët se zakonisht.
Mund të ndihesh i lodhur emocionalisht ose të kërkosh më shumë qetësi. Jepi vetes kohë, forca dhe motivimi do të rikthehen gradualisht në ditët dhe javët që vijnë. Në thelb, kjo është një periudhë pastrimi dhe fuqizimi. Duke lënë pas atë që nuk funksionon më, krijon hapësirë për lidhje më të sinqerta dhe një ndjenjë më të fortë sigurie brenda vetes. Luani, kjo periudhë vendos në qendër marrëdhëniet e tua më të afërta. Ky eklips diellor sjell një energji të fortë që prek partneritetet romantike, profesionale apo çdo lidhje ku bashkëpunimi është thelbësor për ty. Mund të ndodhë që dikush pranë teje të japë një mbështetje të rëndësishme ose një shtysë emocionale që të rikthen besimin në vete. Është një moment ku kupton më qartë sa shumë ndikojnë njerëzit e duhur në rrugën tënde. Ky është fillimi i një cikli ndryshimesh që do të vazhdojë deri në fillim të vitit 2028. Gjatë kësaj kohe do të përballesh me një temë të rëndësishme, si të ruash balancën mes pavarësisë dhe lidhjes me dikë tjetër. Rreth një jave pas kësaj, energjia bëhet më e favorshme për të krijuar kontakte të reja, për të bërë plane publike ose për të nisur një bashkëpunim të rëndësishëm. Nevojat emocionale zgjohet më fort tani dhe mund të ndjesh impulse të papritura që të shtyjnë drejt një fillimi të ri. Në fillim mund të ndihesh pak i lodhur ose pa energji, kjo është normale gjatë eklipseve. Me kalimin e ditëve, forca dhe qartësia do të rikthehen gradualisht. Në thelb, kjo është një fazë ku zemra jote mëson të zgjedh më me vetdije, jo thjesht të jesh me dikë, por të jesh në një lidhje që të rrit dhe të jep forcë. Birgjëresha, para se dielli të kalojë nesër në zonën e marrëdhënieve të tua, ky eklips diellor sjell një fillim të ri në një pjesë shumë praktike të jetës. Puna, shëndeti, zakonet dhe rutina e përditshme, është si një buton restart. Tani fillon një periudhë ku mund të riorganizosh mënyrën si jeton çdo ditë. Mund të ndjesh dëshirën për të ndryshosh stilin e jetesës, të fillosh një regjim më të shëndetshëm, të krijosh orare më të rregullta pune, ose të përmirësosh mënyrën si menaxhon detajet dhe përgjegjësitë. Rrethanat përsitore mund të shtyjnë drejt këtyre ndryshimeve, por në fakt ato po të ndihmojnë të bëhesh më efikas dhe më i qetë me veten. Ky është një moment shumë i mirë për të kuptuar kufitë e tu, sa mund të japësh pa u lodhur dhe pa e ngarkuar veten më shumë se ç'duhet. Javët që vijnë janë ideale për të vendosur strukturë në jetën e përditshme. Nuk ke nevojë të nxitosh apo të marrësh vendime të menjëhershme. Drejtimi i ri do të vijë vetë, gradualisht. Gjatë eklipsit është normale të ndihesh pak i lodhur ose pa energji. Jepi vetes kohë për pushim. Forca do të rikthehet ngadalë, por në mënyrë të qëndrueshme dhe bashkë me të edhe motivimi për të ndërtuar rutina që të bëjnë të ndihesh më mirë çdo ditë. Peshorja, ky eklips diellor ndes një dritë të fortë mbi zemrën tënde. Është një moment që të shtyn të ndjekësh atë që të jep gëzim të vërtetë, dashurinë, krijimtarinë dhe mënyrën si shpreh veten pa frikë. Energjia e kësaj periudhe të fton të rikthehesh tek pasionet e tua. Mund të zbulosh një talent që e kishe lënë pas ose një dëshirë që nuk i kishe dhënë hapësirë. Çdo gjë që lidhet me krijimin, artin, romancën apo vetë shprehjen merr një shtysë të re tani. Ky është një moment i fortë për të filluar një histori dashurie, të rigjallëruar një marrëdhënie ekzistuese, nëse ke mbajtur veten të përmbajtur, apo je kapur pas ideve dhe situatave që nuk të lejonin të jesh vetvetja. Tani është koha për ndryshim. Fundet që ndodhin tani mund të hapin rrugën për fillime shumë më të bukura. Në javët dhe muajt që vijnë mund të tërheqësh më shumë vëmendje pozitive nga të tjerët, sidomos në aspekt romantik ose kreativ. Njerëzit mund të ndihen më të tërhequr nga energjia dhe besimi që rrezaton. Ky eklips është i pari i një cikli 2-vjeçar që do të ndihmojë të gjesh balancën mes jetës personale dhe rolit tënd në komunitet. Mesazhi është i qartë. Kur ndjek atë që të bën të lumtur, edhe lidhjet me të tjerët bëhen më të vërteta. Akrepi, ky eklips diellor hap një kapitull të ri për ty, por fillimisht kërkon të lirosh diçka që të ka mbajtur peng. Mund të jetë një situatë, një kujtim apo një mënyrë jetese që nuk të jep më siguri.
Tani rruga pastrohet për fillime të reja, sidomos në lidhje me shtëpinë dhe jetën personale. Shumë akrep mund të ndjejnë dëshirën për të riorganizuar shtëpinë, të ndryshuar ambientin ku jetojnë, të përmirësuar marrëdhëniet familjare, ose të krijuar një ndjenjë më të fortë stabiliteti emocional. Ky është fillimi i një cikli 2 vjeçar që do të mësojë të gjesh balancën mes jetës private dhe asaj publike. Tani fokusi është tek bota jote e brendshme, siguria. Rënjet dhe njerëzit që të bëjnë të ndihesh në shtëpi, është momenti të pyesësh veten, çfarë ka vërtet vlerë për mua? Kur e kupton këtë, bëhet shumë më e lehtë të vendosësh prioritete dhe të ndërtosh një bazë të fortë për të ardhmen. Ky eklips të shtyn të forcosh vetbesimin dhe sistemin tënd të mbështetjes, që çdo hap i ardhshëm të jetë më i sigurt. Shigjetari, para se dielli të kalojë nesër në zonën e familjes dhe shtëpisë, ky eklips diellor aktivizon komunikimin dhe mënyrën si lidhet me botën përreth. Është një fillim i ri në mënyrën si flet, mëson dhe ndan idetë tua. Ky është i pari i një cikli 2 vjeçar që do të ndryshojë gradualisht mënyrën si komunikon, kontaktet që krijon, mënyrën si mëson gjëra të reja dhe lëvizjen apo udhëtimet e përditshme. Mund të nisë një kurs i ri, një projekt shkrimi, një ide që kërkon të shprehet, ose një mënyrë e re për t'u lidhur me njerëzit. Mundësi të reja për të mësuar dhe për të ndarë njohuritë tua mund të shfaqen në javët dhe muajt që vijnë. Në fillim mund të ndihesh pak i mbingarkuar. Kjo është normale gjatë eklipseve, sepse energjia bie për pak kohë. Por më pas do të ndjesh një rikthim gradual të motivimit dhe një dëshirë më të madhe për të vepruar. Mesazhi kryesor është: ndryshimet fillojnë nga mënyra si mendon dhe si komunikon. Kur ndryshon kjo, hapen rrugë të reja përpara teje. Britsjapi, para se dielli të kalojë nesër në zonën e komunikimit, ky eklips diellor vendos fokusin tek siguria jote materiale dhe emocionale. Është fillimi i një cikli 2 vjeçar që do të ndryshojë mënyrën si menaxhon paratë, talentet dhe ndjenjen e vetvlerësimit. Tani fillon një fazë ku pyet veten: çfarë më jep stabilitet të vërtetë? Mund të kuptosh se disa zakone financiare apo mënyra jetese nuk të shërbejnë më si më parë. Ky është momenti për të bërë rregullime të mençura. Kjo periudhë të ndihmon të organizosh më mirë të ardhurat, vlerësosh talentet e tua reale, ndërtosh siguri nga brenda, jo vetëm nga jashtë, krijosh një bazë më të qëndrueshme për të ardhmen. Mund të ndjesh motivim të fortë për të përdorur aftësitë e tua në mënyrë më kuptimplot. Ky është një fillim i ri që lidhet me vetbesimin dhe me ndërtimin e një jete ku ndihesh i qetë dhe i sigurt. Ujori, ky eklips diellor ndodh pikërisht në shenjën tënde, dhe kjo e bën një moment shumë të fuqishëm për fillime personale. Është sikur universi të jap mundësinë të rifillosh, të ndryshosh mënyrën si e sheh veten dhe si prezantohesh para botës. Tani nis një periudhë ku eksploron më shumë pavarësinë tënde dhe identitetin personal. Mund të ndjesh dëshirën për të ndryshuar stilin apo drejtimin e jetës, të marrësh vendime më të guximshme, të tregosh versionin më autentik të vetes. Njerëzit do të fillojnë të të vënë më shumë re, dhe përshtypja që krijon tani mund të jetë shumë e fortë. Por mos haro, gjatë eklipsit energjia mund të bjerë përkohësisht. Jepi vetes kohë dhe mos nxito procesin. Sa më shumë të punosh me zakonet personale dhe vetbesimin, aq më shumë të tjerët do të besojnë tek ti. Ky është fillimi i një kapitulli të ri në identitetin tënd. Peshqit, nëse kohët e fundit ke ndjerë pa kënaqësi ose lodhje shpirtërore, ky eklips diellor vjen si një thirrje për ndalim dhe reflektim. Nuk është kohë për të shtyrë përpara me forcë, por për të parë brenda vetes. Fillon një periudhë pastrimi emocional dhe shpirtëror. Mund të ndjesh nevojën për të larguar situata që kanë mbaruar ciklin e tyre, të qëndruar më shumë vetëm, të shëruar plagë të vjetra emocionale, të rikuperuar energjinë mendore dhe shpirtërore. Energjitë mund të duken të forta dhe pak të paqarta në fillim, sikur emocionet të dalin njëherësh në sipërfaqe. Por kjo të ndihmon të kuptosh çfarë duhet ndryshuar. Ky është një moment për pushim, reflektim dhe kujdes ndaj vetes. Duke u përballur me çështjet e lëna pas dore, hap rrugën për një fazë më të lumtur dhe më të qartë në të ardhmen.
Ndonjëherë veprimi më i rëndësishëm është të ndalosh dhe të dëgjosh veten.